Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka drejtuar gishtin nga Irani duke i konsideruar si fajtorët kryesor në sulmet e ditëve të fundit përballë Izraelit. Së fundmi ajo ka zbuluar bisedën telefonike që zhvilloi me kryeministrin Benjamin Netanyahu, ku mësohet se i ka thënë se diplomacia ishte në fund të fundit më e mira për Iranin, por nuk bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm. Von der Leyen tha se ishte dakord me Netanyahun se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore pas një dyshim. Von der Leyen, e cila ka qenë kritike ndaj Izraelit për ofensivën e tij në Gaza, ja hodhi fajin për konfliktin e ri Iranit. Ajo tha se samiti i G7-s duhet të diskutojë krizën e Iranit së bashku me Ukrainën, e cila është goditur nga dron të shitur Rusisë nga shteti i drejtuar nga klerikët e Teheranit. Mëngjesin e së premtes, Izraeli nisi një sulm të papritur dhe masiv ushtarak ndaj Iranit, duke synuar vendet bërthamore dhe ushtarake dhe udhëheqësit ushtarak, si dhe vendet e magazinimit dhe prodhimit të armëve. Irani shpërgjigjur me breshërik raketash dhe dronësh drejt Izraelit, shumica të cilave janë penguar nga sistemi i mbrojtjes ajrore. Megjithse, disa raketa kanë kaluar duke goditur qytete, ku si pasojë ka patur viktima si dhe të plagosur.